Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore sa i përket luftimeve intensive në Europën lindore mes Ukrainës dhe Rusisë dhe gjithashtu të rehat më të fundit nga konflikti armatosur në lindjen e mesme pikërisht mes Izraelit dhe grupit militant palestines Hamas. Ndonse bisedimet vijojnë për arritjen e paqes dhe një armpushimi mes Ukrainës dhe Rusisë, Moska nuk i ka ndalur sulmet dhe Vladimir Putin po tregon edhe një herë tjetër se ai nuk dëshiron paqe për gjatë orëve të fundit. Një sulm i rëndë është kryer ndaj një spitali fëmijësh pikërisht në rajonin verilindor të Ukrainës Sumi, aty ku kanë mbetur të plagosur të paktën 73 persona, ku në mesin e të plagosurve janë edhe të paktën 14 fëmijë, sipas asaj që kanë deklaruar autoritetet ukrainase. Këto pamje që po shihni në këto momente në ekran tregojnë në fakt situatën te dramatike që ka përfshirë pikërisht qytetin verilindor me të plagosur, cilët kanë mbetur me të moshuar, cilët kanë mbetur të plagosur, ndërkohë që nuk duhet harrojmë që Ukraina pohoi ditën e sotme se ka pasur një sulm me 99 dronë mëngjesin e kësaj të hënën, ndërkohë që bombardimet kanë vijua anë mban lindjes së Ukrainës, duke përfshirë këtu edhe qytete të tjera si Donetsku, Zaporizhia, Odesa apo qoftë edhe qendra të tjera të rëndësishme logjistike, por gjithashtu edhe qendra të rëndësishme sa i përket popullsisë civile e cila jeton pikërisht në këto vende. Por me sa duket as Ukraina nuk ka nguruar që të hakmerret, pasi mëngjesin e kësaj të hënë ajo ka bombarduar rajonin e Belgorodit, ka shënjestruar në një sulm raketor pikërisht këtë rajon duke përdorur raketat HIMARS të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto pamje që po shihni aktualisht në ekran nga kjo video e publikuar pikërisht në rrjetin social X nga ushtria e Ukrainës ka treguar shkatrimin e 4 helikopterëve ushtarak pikërisht në Belgorod. Sipas asaj që ka deklaruar Kievi zyrtar, shkatrimi ka ndodhur në një bazë të rëndësishme ushtarake të Rusisë, ku ajo mbante këto helikopterë me qëllimin për të përdorur ato në frontin e betejës, pasi kishte përdorur edhe më parë për të bombarduar pikërisht zonat civile. Janë këto pamje, janë këto imazhe të cilat kanë treguar edhe bombardimet që kanë ndodhur, që janë publikuar në mënyrë zyrtare pikërisht nga ushtria e Ukrainës. Ndalemi në tjera informacione. Raporti më i fundit i Institutit për Studimet e Luftës ka treguar se Vladimir Putin nuk po i ndal krimet e luftës ndaj Ukrainës sa i përket rrëmbimit të fëmijëve ukrainës dhe dëbimit të tyre nga territoret e shtëpive ku duhet jetonin, nga vendlindja e tyre. Në fakt, gjykata ndërkombëtare penale e Hagës ka lëshuar një urdhër arrest për Vladimir Putin dhe komisionerin për të drejtat e fëmijëve në Rusi. Të dhënat e fundit kanë treguar se janë rreth 35.000 fëmijë që janë dëbuar pikërisht nga ushtarët e Rusisë drejt Moskës, e larguar nga territori i vendit të tyre me urdhër të Vladimir Putin. Në 3 vite Rusia ka nisur një projekt të institucionalizuar, thellësisht të drejtuar nga Kremlini për të mbyrë fëmijët Ukrainës dhe për të kthyer ata me forcë në gjeneratën e ardhshme të fëmijëve ruse, thot raporti më i fundit nga Instituti për Studimet e Luftës. Do të zhvendosim me vëmendjen tonë tani më për të folur mbi luftimet intensive në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Hamas, ku me sa duket grupi militant palestinez ka ulur hundën dhe ka rënë dakord për një plan të zgjatjes së armpushimit, i cili është propozuar kësaj here nga Egjipti. Më herët Hamas refuzoi një plan të tillë, duke thënë se kërkonte një fazë të dytë të armpushimit, por duke parë se çfarë ka ndodhur në frontin e betejës, Hamas ka rënë dakord që të lirojë 5 pengje izraelite, ku mes tyre një shtetas amerikano-izraelit dhe në këmbim të marrë rinisjen e ndihmave humanitare, por rripin e Gazës, ndihma këto të ndërprera prej më shumë se 3 javësh dhe gjithashtu edhe lirimin e qindrat burgosurve palestinez. Siç e theksova edhe pak më parë, Hamas kishte refuzuar një ofertë të tillë, kur u bë pikërisht nga Izraeli. Ky fundit nuk ka pasur një reagim zyrtar sa i përket planit të propozimit për armpushim, për zgjedhjet e armpushimit që është bërë pikërisht nga Egjipti, një plan i cili deri tani është pranuar vetëm nga Hamas. Por Izraeli nuk ka ndalur sulmet në frontin e betejës. Tanket izraelite kanë avancuar në qytetin jugor Rafah, sipas asaj që ka raportuar Instituti për Studimet e Luftës bazuar në pamjet satelitore, ndërkohë që bombardimet intensive kanë prekur jo vetëm jugun e enklavës palestineze, por gjithashtu edhe qendrën dhe veriun e saj. Të paktën 65 persona raportohet se kanë humbur jetën përgjatë 24 orëve të fundit, që prej rinisjes së luftimeve javën e shkuar numërohen më shumë se 700 viktima, ku mes tyre janë 400 gra dhe fëmijë. Ishin këto të gjitha informacionet e fundit përgatitura për këtë hapësirë të War Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga 2 konfliktet më të nxehta globale.